Ardit Tahiri 12 gola, antari Llapit 5 mbrapa nga Adetunxhi Ballkanit. Fillon dueli. Halili Bokur lirohet të Bokur grën hapësirën, goditja nga Halili dhe intervenimi nga Marija Çorić. Rasti i parë në ndeshje. Edhe njerë. Tjetër situatë rrezikshme dhe Prishtina e pabesueshme se si nuk avancon. Kjo është me të vërtetë e pabesueshme. Mundësia për Valmir Veliun, goditja e tij, intervenimi nga Kolaj. Portës së Prishtinës tenton këtu Valmir Veliu, por intervenon portieri Kolaj. Një arkim mjaft i mirë nga Ramadani. Marin të pranoj topin me Gjoks aty Abdinamani. Qojmë do të akurdohet penalti për vendësit. 11 metërsh. Niset Ardit Tahiri, goditja 1-0. 18 minuta. Edhe njëherë situata kur Limani shkakton për epërsinë e Llapit 1-0. Gabon me pasi Balili dhe tani niset Gashjani. Dhe tjetë shumë i papërshtatshëm këtu Gashjani. Pasimi në krahun e djathtë, mundësia për Llapin. Çfarë fati tani për skuadrën e Prishtinës. 23 minutë ka mundur të jetë shumë lehtë 2-0. Vokre godet pjesën e jashtme të shtyllës. Është në formë Arno Ramadani. Hasani me kokë aty, goditja dhe pabesueshme se shkambron Kolaj. Të Kolaj. Klasi është të shikosh futbolin e vendit të tëndë kur ka kësi lloj situatë është të bukura. Super goditja dhe super intervenim nga Kolaj. Nisa për para. Shumë pasimi mirë është kë. Ja mundësia tani për Prishtinën dhe Albin Krasniqi. Shumë më njerë pozicioni krejtësisht i rregullt. E largon në topi këtu. Hym në minutën e 70. E tani Kryezio. Goditja 1-1. Ishte njëri nga lojtarët e Llapit ai i cili mire pranoj topin dhe më pas me goditit të fortë dhe precize realizon, por a ishte Abdinamani. Lirot Javmir Veliu. Veliu, rasti goditja dhe çfarë mundësie lëshon Ariani Trasani. Rasti parë për skuadrën e Llapit në pjesën e dytë. Kryezio. Ja rasti për Prishtinën, Knapi. E tani Arno Ramadani, pasimi te Veliu. Situatë rrezikshme Baftiu. Përsëri Baftiu dhe Kolaj intervenon. Edhe njerë Gashjani. Arkimi Gashjanit rrezik, goditja me kokë nga Ardit Tahiri. Jo, ishte pikërisht. Do të kenë kujdes lojtarët e Prishtinës nga Baftiu, i cili është i rrezikshëm në minutat e fundit. Ja tani goditja. Blokon Baftiu përsëri aty. Intervenimi nga Kolaj pas tentimit të Ardit Tahirit. Shojmë edhe njerë këtë mundësin. Goditja nga Baftiu blokohet më pas. Ardit Tahiri nuk arrin në të mposhtë portierin. Afrohet aty Bytyshi. Situatë rrezikshme, Kolaj hero përsëri. Tahiri dhe intervenon Kolaj. Çfarë mundësie ishte kjo?
Edhe njerë shpëton skuadrën. Shiko në kronometrin e ti gjyqtari Burim Jamorata e mbyll ndeshjen. 1-1 përfundon në Zair Pajaziti. Llapi avancoj me golin e Tahirit në minutën e 18 nga penaltia. Kryezi u barazoi në të 70-ën.